kjo është vetëm paketa për pensionistët. Por programi i Partisë Demokratike është dhe për arsimin dhe për shëndetësinë. Ata që kanë pensioni shumë të ulët, që kanë gati të pamundur të mbijetojnë, do t'u vej 200. Ata që kanë 200 do t'u rritet të paktën 20%. Ne dhe sikur të mos ketë program fare, do votojmë për Sali Berishën 100%. Faleminderit. Unë jam Alta Azizia Luci, kandidate për deputete e Partisë Demokratike. Faleminderit. Sa e keni pensionin, zonjë? 80.000 lekë të vjetra. Po çfarë bëni me 80.000 lekë? Çfarë do bëjmë, ja shesëm lekra, po u shiten, po nuk u shiten, do i zgjej, do jam me krip. Se vaj s'kemi. I pagoni dot ujë e drita? Me sa ti pagoj? Atëherë Partia Demokratike 100 ditë e para të paktën do ta bëj 200.000 lekë pensionin. Dhe pastaj ka bërë dhe paketën e dhemësurisë për uljen e çmimit të ujit, të dritave dhe për kompensimin e atyre gjërave që kalojnë më tepër se sa ju mund t'i paguani dot. Është një nga pikat kryesore të Partisë Demokratike, mbulimi i shpenzimeve dhe është prioritet në 100 ditë e para. Ne do fitojmë, ne do fitojmë. Ne do fitojmë.